Amerika apo Turqia, kush e ka dronin më të mirë ushtarak? Përdorimi i dronëve ka ndryshuar artin e luftës. Në fushë betejë sot është shumë e rëndësishme, ama shumë e rëndësishme se kush i ka dronin luftarak më të manovrueshëm, më modern, mbi të gjitha më pak të kushtueshëm. Luftrat në Ukrainë dhe Iran kanë treguar se dronët janë ardhmja e luftës. Kushdo që gjen zgjidhje kreative në cilësinë e dronëve do të jetë mbreti i fushbetejës. Sidoqoftë, kush e ka sot dronin më të fuqishëm në botë? SBA dhe Turqia janë dy nga vendet me dronet më të njohura në botë. MQ-9 Reaper është droni më modern i krijuar ndonjëherë. Jetëgjasia në fushbetejë është shumë e gjatë, qëndron mbi 27 orë në qiell. Ka teknologji shumë të përparuar, ka goditje kirurgjikisht precize, që e bën strategjikisht të përdorshëm. Normalisht kushton shtrejt, shumë shtrejt. Kërkon një ekosistem shumë të avancuar për të përdorur. SBA u ka shitur këtë dron vetëm disa aleatëve që janë kryesisht anëtarë të NATO-s. Megjithatë, për shembull, SBA ka shitur 10 dron të tillë në shifra më arrëmendëse për Indinë. Fatkeqësisht, për aq sa dihet, Kosova nuk e posedon asnjë dron të tillë amerikan. Në anën tjetër, Turqia ka dronin Bayraktar, që është goxha revolucionare në këtë dimension të luftës. Është treguar i suksesshëm në disa konflikte, si në Nagorno-Karabakh dhe Ukrainë. Bayraktari është goxha preciz dhe vazhdimisht përditësohet me modele të reja. Mbi të gjitha, është një dron me kosto shumë të ulët, pra kushton shumë më lirë në krahasim me dronin amerikan. Turqia u ka shitur disa vendeve këtë dron. Fatmirësisht, ushtria e Kosovës në vitin 2023 ka pranuar 5 dron Bayraktar. Por shtetet e vogla me buxhet të kufizuar ushtarak, si për shembull Kosova, dronet Bayraktar janë zgjidhje më e favorshme në aspektin financiar. Normalisht dronet e Rusisë, Kinës, Ukrainës, Iranit dhe vendeve të tjera janë të zhvilluara. Megjithatë, dronet amerikan dhe turk janë aktualisht dy nga dronet më të avancuar në botë.